Faleminderit për ftesën. Dua të ndalim fillimisht tek pjesa e vizitës së emisarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Si e keni parë këtë vizitë dhe cila është rëndësia e saj? Besoj se kjo është një vizitë rutinore që tregon në një mas fillimin e mandatit të ri që zotri Sorensen e ka marrë tani pas paraardhësit të tij, zotrit Lajçak. Mund të them që ishte një vizitë e suksesshme nëse marrim për bazë atë se për çfarë ka ardhur i dërguari posaçëm i BE-s, siç e tha edhe ai vet, ka marrë për të njoftuar me gjendjen aktuale sa i përket dialogut, fillimisht Kosovë, pastaj do të bëj një vizitë edhe në Serbi. Megjithatë, ajo që mund thuhet për tek kësaj është që kjo është brenda mandatit të tij dhe kjo gjithashtu reflekton në farë mënyre edhe një përpjekje të Bashkimit Evropian për ta rifilluar, ose dialogu ka filluar më herët, po për ta ringjallë në farë mënyre ose për ta kthyer dialogun në një intensitet i cili pastaj mund të jepte edhe rezultatet e veta. Dhe në Bashkimin Evropian kishim zgjedhje të cilat morën disa muaj pastaj derisa u bë konstituimi i institucionit të Bashkimit Evropian, që reflektoi pastaj edhe në ndrimin e paraardhësit të dërguar të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Një gjë e tillë tani po vrehet edhe në Kosovë, edhe pse vizita e tij domethënë është në momente kur KQZ-ja ende nuk i ka certifikuar rezultatet. Gjë që ndoshta më shumë do të jetë një vizitë informuese, një gjë e tillë besoj do të jetë edhe në vizitën në Serbi, sepse edhe atje tani kishim protesta, kryeministri është në tërheqje, vendi atje është para një lloj udhkryqje se të shkojnë në zgjedhje të parakohshme apo jo. Gjitha këto janë një tregues që ndoshta zoti Sorensen do duhet bëjë edhe disa vizita tjera pas kësaj për ta dinamizuar procesin e dialogut, i cili pastaj pritet që ndoshta mund të ketë rezultate më të fryshme se sa rezultatet që ishin me paraardhësin e tij. Përmendet pak më parë ndoshta pjesën e ringjalljes, le të themi kështu, të procesit të dialogut. Sa në fakt ka gjasa për një gjë të tillë?